A kemi nevojë për një kod të ri penal? Sigurisht që po. A është drafti i paraqitur nga drafti i duhur? Sigurisht që jo. Përveç problemeve që lidhen me teknikën legjislative, një kod penal që ka 952 nene dhe pritet të hyjë në fuqi brenda 15 ditëve nga momenti i hyrjes në fuqi, çdo marrëdhënie shoqërore dhe çdo qytetar duhet të jetë i ndërgjegjshëm që sjelljet e tij do të dënohen në një të ardhmen dhe periudha tranzitore prej 15 ditësh është një periudhë tërësisht e pa përshtatshëm për praktikuesët e drejtës për të përshtatur me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal. Drafti i kodit të ri penal parashikon se ky kod dhe drejta penale do të përdoret për të ndryshuar çfarëdo lloj sjellje të qytetarëve, qoftë nga sjellje më të zakonshme siç mund të jenë shkeljet e qarkullimit rrugor dhe gjithashtu do të kemi dhe mbi kriminalizim në vepra penale të tjera të rëndësishme, siç janë shpifja apo fyerja, ku megjithëse rekomandimet ndërkombëtare e rekomandojnë depenalizimin e këtyre veprave penale për shkak të faktit se ato cënojnë thelbin e lirisë së shprehjes, sërish ligjvënësi shqiptar ka propozuar që për veprën penale të fyerjes, qytetarët shqiptar mund të ndëshkohen me burg nëse plotësojnë kriteret ligjore.